Në momentin që neve do të arrijmë që ta bindmi faktorin ndërkombëtar, se vërtet Serbia mbetet rrezik serioz për shkak të investimeve, siç u dash një kohë gjatë për ta bindur faktorin ndërkombëtar në lidhje me angazhimet që Serbia direkt ka pas në rastin Banjska. Thjesht është një angazhim i establishmentit politik i cili duhet punoj fuqishëm me strukturat e sigurisë për të cilë produkte pa kontestueshme të sigurisë dhe për t'i vendosur në tavolinën e partnerëve tonë në Bruksel, për të arsyetuar eventualisht mos vazhdimin e dialogut, por nga veprimet e institucioneve të Republikës së Kosovës. Si ndodh një dialog që ka qëllim paqen me një vend? Pikërisht Praktikisht zoti Elezaj që pajiset me armë të sofistikuara që vënë kërcënim vendet shinje. Prandaj është pjesa e angazhimeve konkrete që Kosova duhet të ketë me partnerët e saj për të sqaruar realisht të rreziqe dhe pamundësinë që për të vazhduar një dialog me një vend i cili ka pretendime domethënë të cenimit të sigurisë vendit tuaj dhe po ashtu ka pretendime të angazhimeve konkrete të destabilizimit të rajonit. Neve kur arrimi me bind, me fakte, me shkresa të cilat përmbajnë kampionet e nevojshme, dëshmitë e nevojshme, provat e nevojshme, atëherë ta marrim mbështetjen e Brukselit zyrtar për të mos ushtruar presionin drejtim Prishtinës zyrtare për të vazhduar dialogun. E alarmoi Kroacia, Shqipëria, ashtu kështu, por nuk duket që është alarmuar shumë nga ana e Kosovës, mbase jashtë syve tanë mund të jetë bërë, këtë nuk e di, por në publik nuk duket që të ketë telefonuar kryeministri i Kosovës, shefi në NATO, ose presidentja e tjera. Fatkeqësisht Kosova është në një situatë shumë të komplekse sa i përket sigurisë politike. Ju e dini që qendrat e mëdha ku Kosova duhet komunikoj apo telefona ku duhet të thret, ajo janë për momentin të padisponueshëm për faktin se rekomandimet e meqve ndërkombëtar për të pamundsuar një jo siguri politike e cila do të shërbejë pikërisht kësaj rrjedhës së sigurisë nuk kanë kaluar në adresat e duhura. Ishte një partner që SBA-ja e konsideronte me të cilin mund të shkoj përpara presidenca. Dhe vetë presidentja e që në fakt së fundmi edhe nga SBA-ja po konsiderohet që e njëjta ka bërë më shumë llogari personale se sa për të çuar përpara interesat e Bashkimit Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vetë Kosovës.